Dashi, sot do të jeni më të hapur në komunikim dhe kjo do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet tuaja. Në çift, një bisedë sinqertë do t'ju afrojë më shumë me partnerin. Beqarët mund të kenë një njohje të papritur në një moment të zakonshëm. Shëndeti është e mirë, por mos lini pas dore pushimin. Demi, marrëdhëniet personale janë e fokus dhe do të përjetoni momente të bukura me njerëzit e dashur. Në çift, komunikimi i hapur forcon lidhjen, ndërsa beqarët mund të marrin një ftesë interesante. Në punë do të përballeni me vendime të rëndësishme, ndaj tregohuni të kujdesshëm. Financiarisht, shmangni rreziqet dhe mbani një qasje të balancuar. Binjakët, dashuria do të jetë e mbushur me emocione dhe momente të veçanta. Një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë për beqarët. Në punë do të ndiheni të motivuar dhe plot ide të reja. Është momenti i mirë për bashkëpunime dhe për të treguar kreativitetin. Gaforja, në marrëdhënie mund të ketë keqkuptime, ndaj komunikimi është thelbësor. Tregoni durim dhe mirëkuptim ndaj partnerit. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me vlera të përbashkëta. Në punë, kushtojeni rëndësi detajeve për të shmangur gabimet. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni rreziqet e panevojshme. Luani, dashuria sot sjell pasion dhe surprizat e bukura. Në çift do të afroheni më shumë, ndërsa beqarët mund të njohin dikë interesant. Në punë do të jeni të motivuar dhe gati për sfidat e reja. Mos u dekurajonin nga presioni sepse rezultatet do të vinë. Shëndeti është i mirë, por ruani energjitë. Financiarisht mund të merrni një përfitim të vonuar. Virgjeresha, do të kërkoni më shumë qëndrueshmëri në marrëdhënie dhe qetësi emocionale. Beqarët mund të surprizohen nga një njohje e papritur. Në punë, është koha të riorganizoni prioritetet. Bashkëpunimi me kolegët do të jetë shumë i rëndësishëm. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes ndaj lodhjes. Financiarisht, shmangni shpenzimet e panevojshme. Peshorja, dashuria është në qendër të vëmendjes dhe sjell emocione të bukura. Në çift, komunikimi i thellë forcon lidhjen. Beqarët duhet të jenë të duruar në njohje të reja. Në punë, një ide e mirë mund t'ju hapë rrugë të reja. Ruani pozitivitetin dhe përballë vështirësive të vogla. Financat kërkojnë organizim më të mirë. Akrepi, marrëdhëniet sot janë të ngrohta dhe të sinqerta. Në çift do të ndjeni afrime të madh, ndërsa beqarët mund të njohin dikë të veçantë. Në punë mund të hasni sfida, por do t'ja dilni me këmbgulje. Shmangni përfshirje në konflikte apo thashëtheme. Shëndeti kërkon menaxhim të stresit. Shigjetari, sot është ditë e mirë për të forcuar marrëdhëniet përmes komunikimit. Beqarët mund të krijojnë njohje të reja, sidomos në ambiente sociale. Në punë, një projekt kërkon përkushtim maksimal. Përpjekjet tuaja do të shpërblehen. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdesuni për stilin e jetesës. Financiarisht, analizoni mirë çdo investim. Britsjapi, jeta sentimentale merr një kthes pozitive. Në çift do të shihni me qartë anët e mira të partnerit. Beqarët mund të përjetojnë një flirt interesant. Në punë, do të përballeni me vendime të rëndësishme. Bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Financat përmirësohen, por mos harroni kursimet. Ujori, në dashuri ndjeni nevojën për ndryshim dhe më shumë emocion. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt interesant. Në punë, disa pengesat e vogla do të kërkojnë durim. Mos u dekurajonin nga kritikat. Shëndeti përmirësohet me më shumë aktivitet fizik. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Peshqit, marrëdhëniet kërkojnë më shumë vëmendje dhe komunikim. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptimet. Beqarët mund të kenë një takim interesant. Në punë, fokusohuni tek detajet dhe shmangni shpërqendrimet. Shëndeti është e mirë, por mos të teproni me lodhjen.